Shpirti më nxit nga gjunahet, prandaj më këshillo. U nis një njeri drejt Ibrahim Edhemit, Allahu e mëshiroft, dhe i tha: O shejх, shpirti më nxit nga gjunahet, më këshillo me ndonjë këshill. Ibrahim Edhemi i u përgjigj: Nëse shpirti të thorret t'i bësh gjunah Allahut, bëj gjunah, s'ka gjë, mirë po nga unë i ke 5 kushte. Njeriu i thot: Po urdhëro. Ibrahim Edhemi i tha: Nëse dëshiron t'i bësh gjunah Allahut, fshihu në një vend ku nuk të sheh Allahu. Njeriu tha: Subhanallah, si t'i fshihem atij, kur nga ai nuk mundet të fshihet asgjë? Ibrahim Edhemi i tha: Subhanallah, a nuk të vjen turp t'i bësh mëkat Allahut kur ai të sheh? Njeriu heshti dhe i tha: Më shto nga këshillat. Ibrahim Edhemi i tha: Nëse don t'i bësh Allahut gjunah, mos i bën mbi tokë. Njeriu i tha: Subhanallah, e ku të shkoj, kur çdo gjë në kozmos është e tij? Ibrahim Edhemi i tha: Subhanallah, a nuk të vjen turp t'i bësh mëkat Allahut dhe t'i banon mbi tokë? Njeriu i tha: Më shto nga këshillat. Ibrahim Edhemi i tha: Nëse don t'i bësh Allahut gjunah, mos ha nga risku i tij. Njeriu i tha: Subhanallah, e si të jetoj kur të gjitha begatit janë nga ai? Ibrahim Edhemi i tha: Subhanallah, a nuk të vjen turp t'i bësh mëkat Allahut, kur ai të ushqen dhe të jep të pish dhe ta ruan fuqinë? Njeriu i tha: Më shto nga këshillat. Ibrahim Edhemi i tha: Nëse don t'i bësh Allahut gjunah dhe vinë melekët që të marrin dhe të dërgojnë në xhehenem, mos shko me ta. Njeriu i tha: Subhanallah, e nga ta marrun fuqinë t'i kundërvihem atyre. Ata janë të fortë dhe të më udhëheqin nga të duan. Ibrahim Edhemi i tha: Nëse i lexon mëkatet e tua në fletushka, mohoj ato se i ke bërë. Njeriu i tha: Subhanallah, e ku janë melekët fisnik që i shënojnë veprat? Ku janë melekët që përkujdesen për mua? Ku janë dëshmitarët që do flasin për mua? Njeriu filloi të qaj dhe të ecë, e madje të përsëris fjalët: Subhanallah, e ku janë melekët fisnik që i shënojnë veprat? Ku janë melekët që përkujdesen për mua? Ku janë dëshmitarët që do flasin për mua?